Qa është 25 vjetë, 24, 25, është ta ma me hershme, sepse ka fillu kjo e hershmja me ushty, me u bu 30-35. Jo, unë menoj që tash qëtë kobile prap jenë këthy, edhe qatë shumë vërollë shumë jenë këthy qëtu martesat 18 vjeqar, 20 vjeqar, sa pe bujnë adin tepër, nuk po thëmë nashta ma heret një gjenerat e kalu me u konë ma e pjekë se që kjo gjenerat, pak të në une qështu e cilësaj, se tash gjeneratat për një me nuk po pjekën mjaftushëm edhe për i bojnë do veprime, qështu që po menojnë që pe dojnë anë një tjetërin, për nga shkon mirë, halo nashta pa e pas një pun, halo pa e sigurit ardhme edhe po martohen tani, edhe normal që po ko ndorja. Edhe nëse bëjmë krasimin me kohë të kalume, përpara ka pas shumë pak persona që edhe kanë ndjekë studimet, tash ka persona që dejnë moshën 23 vjeqare veç janë studime. Generata jam krejt me studime, janë me master, janë të shkollum krejt. Se janë martu? 24, 25, 23. Po jo, sikur në kohët ma herët, në moshën 18 vjeqare. Jo, na themi të folë për kohën e gurit, për kohën e nanave tona. Jo, na po flasim për qëtash, sepse është një trend. Nëjse dhe kushtimisht e thash. Po, sot martesat shtyën, djemët sidomos nuk martohen pa i botë 30 vjetë, dhe gjithashtu vajza... Po fatë në i murt minutat. Shumë gjana këmë e thonë, edhe shumë gjana po folën po... Po martesave të hershme, duke në shtatu njës prej vetës, se tiri njësët prej vetës, unë jo martu moshën 20 vjeqare, edhe kreti kom rrit me gjithë martesë. Grupe më shtu anë ku vlera i ka hangë 5 minuta. Ja, s'foli ma. Nuk foli ma, hajde. Leon. A shkojme një pyetje tjetër, apo të një? Kena me folë shumë. Së di, nështë pushtojmë pak gjana. Martesa nuk besoj që vjen në bas të moshës. Të pak të nën jo. Ka njerës që janë të gatë shumë 18 vjeqarë më konë në martes, edhe janë shumë stabil, edhe ka njerës që janë 40 vjeqarë dhe ende janë labil, a më martua... Po qështjen e moshës, kushtrim falë që puta ndërpresi s'ko mu i pa folë prap, e teke ti, sepse më pyte për sa është martesa e hershme për ty, edhe normalisht që duhet me u tek një moshë. Po, se ta e hershme, është deshta me pa, se ka njerës që me 18 vjetë, 19 janë martu, janë shumë stabil, janë të gatshëm të jenë... Po nuk është mosha ajo, që diskutohet, definitivisht. Ka faktor tjerë, është e përmende stabilitetin ekonomik, është një faktor shumë i rëndësishëm, se sot për sot, plot veta i shtynë martesat. Se nuk janë stabil, ekonomikisht. Po dhe nuk funksionan. Besom që nuk është vetëm të vetë besimi. Nuk ka një stabilitet financiar edhe kjo... shumë për shkak të gjendjes ekonomike, po? Në këtë rast. Po flasë për gjenin mashkullore, që i shtynë martesat... Por bara nuk është vetëm të meshkuj tash. Unë e vlerësoj shumë kur meshkujt e shtynë për shkak të gjendjes financiare, ekonomike. Pikrisht. Me vetë janë të shkryt shumë, sa ta janë të pangi shumë gjithë, ta vëden. Edhe shumë ashtë tire kima, shumë ashtë tire kima,